Përshëndetje dhe sot po e përgatisim një recetë tepër të mirëqeshme të piteve që përgatiten në tigan. Pite me mesh, ja vlen me provu sepse përgatitet shpejt, lehtë dhe më rëndësi është që është shumë e shijshme. Fillojmë me përgatitjen. Fillimisht për të përgatitur pitet do të fillojmë të përgatisim edhe mishen. Këtu shtojmë një qep të cilën e kemi përgatitur pak më herët. Shtoni pak vaj në tigan. Vazhdojmë edhe fërgojmë pra qepën derisa të filloj të zbutet pak. Vazhdojmë shtojmë mishen, dikun rreth 400 gram mish. Edhe tash vazhdojmë edhe e kavardisim, shtojmë pak biber të zi, edhe kryp, gjithashtu një lugë të mesme. Vazhdojmë i përzim derisa mishi të kavardiset edhe të zbutet mirë. Së bashku me qepën, vazhdojmë t'i përzim, besoj që për 4 minuta, 5 minuta do t'i kemi të gatshme. Kur mishi të jetë kavërdisur mirë, edhe krejt në fund mund të shtojmë nëse dëshirojmë një lugë të çajit me biber të kuq. Mirë po kjo mbetet opcionale, nëse doni shtoni, nëse jo nuk e shtoni. Tash po e la për 1 minutë edhe krejt mishi është gati. Po vazhdoj me përgatit edhe brumin. Fillimisht për me përgatit brumin a nevojiten 2 gota me ujë, 2 gota nga 200 ml. Një lugë e mesme me kryp, një lugë e mesme me uthull sallate 9%. Vazhdojmë krejt i përcim e mandej shtojmë mielin. Mielin e shtojmë gradualisht duke e formuar brumin. Brumin nuk do t'a bëni edhe shumë të fortë. Edhe tash, pasi që e leni me pushu mirë për 15 minuta, vazhdojmë edhe brumin e punojmë kështu në tavolinë, mandej e ndajmë në pjesë të barabarta, gjithsej nga ky brum do të heqim dikon 12 kuleç të vegjël. Pra vazhdojmë, formojmë kuleçt edhe po i lajmë anash. Mandej vazhdojmë përgatisim recetën në këtë mënyrë sepse përgatitet të lehtë edhe për fillestar është tepër e mirë. Çdo kulaç do ta hullojmë në masinë e një pjate. Nëse do të keni nevojë gjatë hullimit mund të shtoni nga pak miell. Tash pasi kena përfundu, vazhdojmë edhe secilën pejt e lyejmë mirë me vaj në mes, e vendojmë njëra mbi tjetrën, kështu në këtë mënyrë derisa të përfundojmë me të 12 pejtat. Pastaj i kam lanë mbushu për 5 minuta edhe tash i rrotulloj nga ana tjetër, marrim pejtat e para 2, pra 2 nga di, kështu më shpejt e përgatisim recetën. Ja vlen me provu, provoni sepse ju bëhen shumë të mira. Dhe kjo teknikë e përgatitjes do ju a lehtësoj punët shumë shpejt. Mund të përgatisni pite sa herë kur juve ju hahet pa problem. Në këtë teknikë të gatimit, besoj që nuk do të ketë problem askush. Do ta hapni pejtën atë sa ju shkon. Nëse brumi nuk ju shkon, lirisht lën edhe pak të pushoj, do ta shikoni se sa mirë do të qelet. Skajet normal do t'i hollojmë, mund të spërkatni vetëm pak vaj, por gjithmonë sipas dëshirës. Mundet edhe mos t'i hedhni vaj fare, e tash vazhdojmë e palosim në këtë mënyrë. Dhe kështu po e formojmë pitet, pra që bëhen tepër të mira edhe të shishme. Unë do t'i jap formën e katrorit, edhe shikoni se sa lehtë dhe brumi është bërë shumë i mirë, shkon mirë, dhe tash vetëm formën do t'ja rregullojmë pak, edhe pastaj do të bëjmë mbushjen me mish. Unë besoj që të gjithë do t'a pëlqejnë këtë recetë. Provoni së paku një herë, sepse jam e sigurt që do t'a pëlqejnë. Tash në mes e shtoj mishin e bluar. Sasi të mishit atë sa ju mendoni që shkon.
Pra jo dhe shumë t'i hedhni, por mjafton kaq, do me thonë dikon 3 lugë të gjellës, edhe tash e palosim, i mbyllim mirë skajet, që mos na dale mishi, edhe nga ana tjetër, edhe kështu kena përfundu me recetën. Hapi tjetër që duhet bëjmë është se duhet t'i fërgojmë në tigan. Unë këtë do t'a la me pushu, do t'a përgadis edhe një, e mandej vazhdojmë edhe i fërgojmë. Pasi kemi përgaditur 2, tash po e lim pak me vaj tiganin, edhe i shtojmë pra petën e parë, që ka pushu, edhe e vazhdojmë e fërgojmë në tigan, kështu e lajmë që të fërgohet mirë, të skuqet mirë nga të dyja anët. Unë vazhdoj e rrotulloj disa herë që mos na digjet, edhe për të marrë ngjyrë pak më shumë, gjithmonë nga pak i lyej me vaj. Por vetëm pak, jo shumë, që mos na bëhen shumë të rënda pastaj, edhe shikone, kjo fillon të skuqet, edhe shumë shpejt këto do t'jenë gati. Tash shikoni sa ngjyrë të mirë që kanë marrë, edhe pasi që të piqen mirë kështu, do t'i largojmë. Kështu do të vazhdoj me krejt brumin që e përgaditëm. Vetëm shikone se sa të mira që janë. Dhe jam e sigur që edhe janë shumë të shishme. Vazhdoj me të dytën, mundeni nga pak t'i qelni me dorë, pa problem, edhe kështu vazhdoj me krejt brumin. Do me thonë shumë shpejt edhe shumë let i përgadisim recetën. Pra në të njëjtën mënyrë po vazhdojmë po e lyejmë kështu që të skuqet pra thash pak më shumë në të dyja anët, edhe kështu do të arrijmë edhe në fund të përgaditjes së recetës. Dhe tash krejt në fund edhe pejta e fundit, unë sapo kam përfunduar me këtë recetë që a vlen me provu, o sa të shishme dhe sa të mira që janë bërë. Shikoni recetën, ja vlen të provoni. Provoni për familjen tuaj, sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqejnë. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për sot. Kur e keni për shpejt, përgadisni këtë recetë ose për vikend, edhe jam e sigurt që e gjithë familja do të ngelet e kënaqur. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur, qëndroni me ne për më shumë receta. Na bëni një like ose një koment në qoftë se do ta përgadisni recetën. Mirëmbëjtje.